Bashkia e Lezhë renditet mbi mesataren kombëtare për sa i përket regjistrimit të fëmijëve në qerdhet publike, sipas raportit të sistemit të matjes së performancës së bashkive. Treguesi për Lezhën arrin në rreth 25%, ndërsa mesatarja kombëtare është 12.46%. Raporti, i cili vlerëson performancën e 61 bashkive të vendit në 13 fusha prioritare dhe 52 tregues, e klasifikon Lezhën si një bashki të madhe me popullsi nga 50.000 deri në 150.000 banor. Në sektorin e arsimit parashkollor, regjistrimi në kopshte publike dhe private arrin në rreth 75%. Ndërkohë, raporti evidenton se numri mesatar i fëmijëve për mësues në kopshtet publike është 15.3, çka pasqyron ngarkesën që përballojnë bashkitë e mëdha. Raporti vlerëson pozitivisht edhe disa tregues të mirëqeverisjes. Shkalla e rotacionit të punonjësve në Bashkinë Lezhë është rreth 8.5%, duke treguar një nivel stabiliteti institucional mbi mesataren kombëtare. Në aspektin e transparencës, Bashkia e Lezhë ka publikuar 100% të vendimeve të Këshillit Bashkiak, si dhe planin buxhetor afatmesëm dhe paketon fiskale në faqen zyrtare. Një tjetër tregues i vlerësuar në raport është barazia gjinore, ku mbi 50% e pozicioneve drejtuese në administratën bashkiake mbahen nga gra.